Shqiptarët krejt kohën talon për shtypjen që janë për ngut. Ata madje shpeshher i shet duke vrapu rrugëve. Por ama, në momentin kur vinë në vija të bardha, si për inati e ngadalsojnë shpejtësi. Aty kthehen në turist. Ecin ngadalë e besa edhe boj muhabet. Nuk janë të rralla rastet edhe kur i sheh që përshëndeten me njerëzit bashkë në vija të bardha. Të mushet menja që janë në kafe, ama harrojnë që mbrapa tyre ose në rrugë është bën një grumbull i madh i makinave që veç sa s'ka shpërfy kolona. O njerëz, konësor, bënu për pak më të përgjegjshëm, kaloni për pak qaste në anën e shoferit edhe imagjinoni se si ndihet. Vijat e bardha janë për me ta mundësu kalimin e rrugës, kënë vend pushimi, por prap se prap është për të përshëndet se cili qytetar që kalon rrugën në vijat e bardha. Sepse kemi edhe ata tillë që nuk e kanë as pak problem me kalu rrugën kudo që ju bie destinacioni më afër. Ata madje as që lodhen me mendu a është vend i rrezikshëm, a është vend për me kalu rrugën, apo nuk është. Pa i përmend edhe ata superheronjët të cilët marrin guxim dhe kput rrugën në autostradë ku kufizimi i shpejtësisë është 100 orë. Duhet me qenë shumë trim për me pas guxim me kalu rrugën në një vend me një kufizim të tillë të shpejtësisë. Ama mos harroni që mundeni me marrë qaf veten, po edhe shoferin. Në rrethana të tilla, njeriu bën përpjekje për me i vedisu qytetarët e vet, vendasit e vet, popullin e vet. Por prap se prap, krejt ajo çka mundesh me thënë me plot sinqeritet është Zoti i ruht.